Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj është shprehur se kreu i AK-s Ramush Haradinaj duhet të jetë në kuvend sepse sipas tij një gjë e tillë është në interesin e Kosovës. Limaj u shpreh se edhe Haradinaj është i vetëdijshëm që ai dëshiron për të vetëm që të marrë sa më shumë vota. E di mirë Ramushi krejt çka unë dëshiroj, dua që sa më shumë ai të marrë votë, me qenë në parlament të Kosovës, është interesi i Kosovës, është interesi i vendit me qenë ai në parlament, tha Limaj. Më tej kreu i nismës gjithashtu tha se dëshiron që nisma dhe AK-ja t'i bashkohen dy partive të tjera ish opozitare. Krejt çka dua unë është interesi i Kosovës, nisma dhe aleanca sot me shku me ju bashku dy partive të mëdha, e ne pastaj me qenë një grup i madh. Partia Demokratike do të jetë një grup i fuqishëm parlamentar. Me ja kthy shpirtin, me ja kthy guximin, me ja kthy temën, me bo betejë në parlament dhe është një kombinim i mirë. Zoti Hamza kryeministër, ne aty në parlament, bëhemi në një kombinim i mirë në parlament, atëherë kemi një parlament tjetër, thekson Limaj.